ndryshimin e datës 8, data 8 mars 2026, një ditë që ka rëndësinë e veçantë, ka dhe kohën e vet mbi ndryshimet dhe vendimet. Por mundësitë që ka të bëjnë është një ditë shumë e rëndësishme për nga ndryshimi që ka të bëjnë dhe mundësitë që jepen. Pikërisht kjo ditë është një ditë që do të thotë Afërdita, që formon një kënd me Saturnin në dash, për herë të parë një ndikim mjaft ndikues në çështjet e marrëdhënie personale dhe financat. Ne jemi të kujdesshëm nëse duam të nisim diçka ose lidhje me bankat për shembull. Duhet jemi të kujdesshëm sepse mund të bëjmë një gabim në këtë drejtim, por megjithatë edhe do ishte mirë që marrëdhëniet që kemi me njerëzit të rëndësishëm ose me punën tonë, me njerëzit që ne bashkëpunojmë, me çështje të tilla, bëni kujdes në bisedat ose fjalët që mund të keni, sepse disa fjalë të pabasa mund të ndikoheni ose gjëra që kanë të bëjnë lidhje me ligjin. Kujdes, mos mund nxitoni në lidhje me këto gjëra, por gjithsesi më të vëmendshëm do të jenë dashi, gaforia, peshorja, britsjapi i ditëçit të parë ose ata që kanë ascendente në këto shenja. Pra do të jeni pak të vëmendshëm, sepse gjithmonë data 8 e kësaj dite duket se ka një kuptim shumë të rëndësishëm, ku edhe pse kujdesi bëhet ose takimet që bëhen, sepse gjithmonë ditë pushimi, ditë e diel ka pushimet e veta dhe ngadonjëherë neve dhe mund të ndikojmë në këtë drejtim. Jo se ka punë gjëra për shkakun që nuk është ajo që neve presim ose i diçka që mund të jetë. Por gjithsesi, është periudha koha që neve do të jemi më vigjilent në atë që themi, më të kujdesshëm në atë që duam të bëjmë ose të nisim. Megjithatë, kërkohet dhe kujdes në këtë drejtim. Pas të fillojmë parashkrimin e dy pashë zodiakale, unë ju rikujtoj edhe një herë për ju që interesoni për